Kur ka ardhur Abu Bekri, ka hyrë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka vërtetuar vdekjen e tij. Më njëherë ka dalë para njerëzve. Thot ka filluar me fol në xhami, Omeri s'po ja vënë veshin hiç. I ka thonë ala rislika ya Umar, rahatohu pak të flas. Transmetimi ka ardhur që Omeri hiç s'u nol. Derisa ka filluar Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu me khutbën e tij, edhe ju ka thonë njerëzve se ata të cilët e ka thonë fjalën e tij të njohur, kush e ka adhuru Muhammedin alayhi salatu wasalam, le ta di se Muhammedi ka vdek. E kush e adhuron Allahun xhalla wa ala, le ta din se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. Kush po e thot këtë fjalë? Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Një njeri, nëse ju kujtohet atëherë kur e ka në rrah të fillim të shpalljes, as buk nuk ka hongër, derisa nona e tij me Gjemilen e kam përcjell tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është rahatu kur e ka pa. Është rahatu kur e ka pa që Muhamedi është mirë. A më tash e pa të vdekt, e puthin ball, edhe i ka thonë tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Je kon i mirë kur je kon gjallë, edhe i mirë je prapë i vdekur. Edhe Allahu ta ka shkruar vdekjen te ke shiju ata. Dy vdekje nuk bën të ti më kurrë, se ke vdek. Ka dalë para njerëzve me qëndrim burror, që Omeri radhiyallahu ta'ala anhu njihet si i vështirë, apo sa që është përmend transmetime edhe shejtani largon shmethonën e shtrembon rrugën kur kalon Omeri. Në këto raste nuk ka mujt me paramendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdes. Sa që ka thonë, Muhammedi ka shku sikur Musaj të zoti i tij me mor librin edhe kthehet prapë. Omeri radhiyallahu Abu Bekri po dela po thot se pejgamberi ka vdek. Edhe i kujton disa jete. Ka thonë innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ti o Muhammed je i vdekur, edhe ata do të vdesin. Edhe o ma Muhammedun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammedi nuk ka qenë tjetër veç se pejgamber. Edhe para ti ka pas pejgamber, edhe ata kanë vdek. Është interesant që to ajete që të dyja kanë zbrit në periudhën e Mekës. Që të dy këto ajete kanë zbrit në periudhën e Mekës, që jep me kuptu se sahabit shpesh i kanë përsërit këto ajete. Domethënë kanë jetu me to. Amo gjendja e madhe që ka pas pesh madhe vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka bë edhe sahabit e mëdhaj me i harru këto ajete dhe mos me i kujtu në këto momente, se momentet vështira, derisa ka ardhur Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ja ka kujtuar në këto ajete, edhe atëherë janë rahat.